إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të shpirteve dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij, nuk ka kush që humb. Ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më I mirë dhe më I plotë është udhëzimi I pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ai shpikura në fe. Nëse çdo shpikje në fe që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit, Allahu na mbrojt neve dhe ju prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj vetën dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është lynë të keqen, mirë po dhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë po hin në xhami, edhe po e sheh një shok të vetëm, e kishte emrin Ubej bin Ka'b. Edhe po e pyet, thotë ja Abul Mundhir, se kështu të ka pas kunjen. Cili është ajeti më I madh që ti e ke me vete, që ti e din? Edhe I thotë, Allahu dhe I dërguari I Tij e din më së miri. Edhe po e pyet për zdytje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Abul Mundhir, cili është ajeti që është më I madhi e që ti e din? Edhe ai pa një pa dy pi thot, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, deri në fund të ajetul kursis. E kur po e dëgjon këtë përgjigje të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ky shok I Tij, po e godet lehtësisht në gjoks, edhe po I thot, post hije dituria Abul Mundhir. Se ja ke qëllu që kjo është dituria vërtet. Sa ajetul kursi në të ka një shëmëri të Allahut Azza wa Jall. Në të ka emrat të Allahut Azza wa Jall, e prej tyre janë dy kryesor që gjithë emrat tjerë sillen rreth tyre. Është fjala për El Hayyu El Qayyum, I gjalli që mban çdo gjë. E për atë se Allahu Azza wa Jalla ka kërkuar prej neve që ta adhurojmë Allahun Azza wa Jalla dhe ta lutemi atë përmes emrave të Tij, duke na thënë walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, dhe Allahut I takojnë emrat më të bukur dhe lutni e Zotin përmes tyre. Më të vërtetë është rrugës që ndonjëherë kohë pas kohe në ligjëratat dhe hutbet tona të trajtojmë emra dhe cilësitë Allahut Azza wa Jall, që përmes tyre ta njohim Allahun Azza wa Jall dhe madhështinë e Tij, mirë po jo vetëm ta njohim, do të jetë kjo punë vetëm teorike, edhe se e dim, mirë po ta jetësojmë atë punë
të praktikojmë atë dhe të ndjejmë me shpirt atë që kuptojmë për këti emrit Allahut Azza wa Jall, që për sot kemi zgjedhur emrin Allahut Azza wa Jall El-Qayyum. El-Qayyum do më thonë që Allahu Azza wa Jall është ai i cili pa fillim, pa mbarim, rën vetvetiju, nuk ka nevojë për askën tjetër, hiç. Është i gjithdijshmi, i cili nuk harron, me jetë plot, i cili as nuk flen, as nuk e ka kotja, i cili është i urti, i cili nuk i bën gjërat shkeleshka pa ndonjë qëllim, i cili është i forti, i mpakvoshtër, që s'ka askush që mund të sfidon. Pra thjesht është Allahu Azza wa Jall, i cili qëndron me vetveten e tij, pa pas nevojë për askënd. Kjo është El-Qayyum. Mirë po El-Qayyum është dhe ai se çdo gjë e mban ai. Çdo gjë është në dorën e tij. Edhe qiejt, edhe toka. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal-ardu bi amrihi. Dhe prej argumenteve të ekzistimit të tij është se edhe qiejt dhe toka qëndrojnë se Allahu i ka krijuar, mirë po dhe Allahu Azza wa Jall është ai i cili i mban. Pra thjesht nuk ka mundësi nëse për një çast largohet vëmendja Allahut prej diçkafit, realisht ajo çështje më nuk ekziston, nga se ekzistimin, mirëmbajtjen e asaj çështje është vetëm dorën e Allahut Azza wa Jall. Ajo çka është në qiej, prej melaçeve, prej këtyre tropave qiellor, ajo që është në tokë, prej njerëzve, prej gjinëve, prej bimëve, prej shtazëve, e prej gjitha krijesave që ne i dimë e nuk i dimë, të gjitha janë vetëm në dorën e Allahut Azza wa Jall. Nga sa i ka kriju, ai i furnizon, ai i mirëmban. Edhe thjesht një zhvëmendje e vogël realisht kish më mjaftuar që mos më ekzistuar. Pra për El-Qayyum, për kësaj fjale që Allahu Azza wa Jall është i pasur e i cili s'ka nevojë për askënd, e gjithë tjerë kanë nevojë për të, është se as nuk e kap kotja, as nuk e kap gjumi. Runa Zot thash vetëm për një çast mu largu vëmendja Allahut Azza wa Jall. Një kotje e lehtë, runa Zot më mendu dikush se Allahu Azza wa Jall e kap kotja, realisht kish më mjaftuar që çdo gjë mu shkatruar mirë, po Allahu Azza wa Jall la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu Azza wa Jall as nuk e kap kotja, e as nuk e kap, në më thonë, gjumi. Për shkak se është El-Qayyum, vëllezër të nderuar, është ai i cili ka krijuar tokën të tillë që të jetë në shërbim të njerëzit, që në të njeriu të ketë atë me cilën e mbarmban jetën në këtë botë. Mirë po jo vetëm jetën materiale, mirë po ka zbritur libra, edhe Kur'anin, edhe libra të mëhershëm, që ta mirëmban jetën shpirtërore në këtë botë, edhe që përmes të dyjave ta fiton në ahiretin nesër ditën e gjykimit. Është El-Qayyum, vëllezër të nderuar, i cili është i drejti, që me drejtsinë e tij ekziston qielli dhe toka. Thjesht secilët ja ka dhënë hakun dhe nuk i lejon me të i kalu kufit askush, se përndryshe sikur ti kesh leju dikuna me të i kalu kufit, kish mjaftuar pak edhe mu shkatru kjo gjallësi. Mirë po është i drejti i cili askuna nuk i bën zullum. Është i drejti, është El-Qayyumi që realisht din çdo gjë, përcjell çdo gjë, ka në vëzhgim çdo gjë. Edhe veprat tona që i shohim dhe i bëjmë ashiqare, mire po dhe që ka në pashpërit në zemrat tona, e përderisa na i ban men këto, një ditë kur do dalëm për atina kena me dhonë llogari, edhe komë në marrën pyetje për çdo gjë që kemi ban këto, këse është El-Qayyum, i cili ka krijuar njeriu, e ka furnizuar njeriu, ja ka ngritur argumentet njeriu, mirë po një ditë do të e kthem të ai dhe do të merr llogari, se ai i cili krijon rob ti janë, çdo krijesë është rob i tij. E robi kur kthehet te zotriu i tij ku më dhon llogari. Kjo është vëllezër të nderuar me kuptuar se është çështë El-Qayyum. Se Allahu Azza wa Jalla është ai i cili nuk ka nevojë për askënd, edhe çdo gjë është në dorë tina, e gjithë ne të tjerë kemi nevojë për të. Mirë po kjo bindje vëllezër të nderuar
qofse ngoritet në zemrat tona dhe në mendjet tona, pa tjetër se ku me prodhu, dhe më thonë, vepra me cilat njeriu faktikisht i afrohet Allahut Azza wa Jall. Çështja e parë vëllezër të nderuar që njeriu nëse ka kuptuar drejt këtë emër të Allahut Azza wa Jall është se El-Qayyum, nëse ti mendon se Allahu Azza wa Jall është i tillë, atëherë nuk i mbështetesh askujna përveç Allahut Azza wa Jall. Se din se çdo gjë është në dorën e tij. Edhe suksesi jot, edhe ajo që ti mendon se i ke marrë sebepet në këtë punë, nuk ta bën një farë vetë komoditeti me ndje, apo një knatësi se unë jem sebepe, unë e bëj, unë e ndihmoj atij e kështu me radhë. Mirë po e din se çështja fillim dhe mbarim është vetëm me Allahut Azza wa Jall. Edhe nuk mbetet që njeriu me pas një farë vetë pëlqimi, edhe po një krenari të tepruar, nga se e din se krejt çështja është në dorë të Allahut Azza wa Jall. Qofse njeriu mendon se është udhëzu, se është më i mëshëm, mendon se udhëzu se meriton, se është i mirë. E kështu me radhë nëse e ka kuptuar që fjalën El-Qayyum e din se fillim e mbarim çështja në dorë të Allahut Azza wa Jall, se ai e udhëzon këndon me drejtsinë dhe urësinë e tij, mirë po dhe lën në humbje me drejtsinë e tina. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se çdo zemër prej zemrave të njerëzve bive të Ademit jenë mes dy gishtrimeve të gishtrimit të Allahut Azza wa Jall. Këndon e udhëzon edhe e përqendron në udhëzim, mirë po dhe këndon e lën të humbur dhe të shkatruar, nga se thjesht nuk jem ne ata që i marrë xhami se jemi më të mëshmit, as nuk jemi më të mirë që Allahu Azza wa Jall, dhe më thonë e ke meritu diçka të Allahu Azza wa Jall. Mirë po Allahu Azza wa Jall pe drejtësisë e tij, urtësisë e tij na ka bërë që të udhëzohem, mirë po ai cili ka kërkuar devijimin e ka lënë të devijuar. Kjo është El-Qayyum. El-Qayyum dhe zë të ndëruar është që njeriu kur ka hall, kur ka dert, e din se ku ne duhet mi të rëkit në derë. Nuk ka nevojë as me shku në teqe dikuj, as në i varit vdekur i cili nuk ka mundësi as vetës me i ndihmu. Po as nuk shkon të ndjenin mbret që i cili ka pushtet dhe pokretar. As nuk shkon të njeri i cili ka dhënë Allahu Azza wa Jall pasuri, nga se e din se gjitha këto janë dorën e Allahut Azza wa Jall. Ati ka dhënë pushtet, ati ka dhënë pasuri, mirë po nëse Allahu Azza wa Jall nuk ja lëviz zemrën këtij apo atij, asnjëri nuk ka mundësi me ndihmu, nga se Allahu Azza wa Jall çdo gjë ka në dorë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte një prej duave të tij duke thënë Allahumma bika wa fik. O Zot, çdo sen që e kam prej teje, mirë po dhe çdo gjë që e pres prej teje. Prej Allahut Azza wa Jall i presim më të mirat, edhe që ne ka dhënë Allahu Azza wa Jall, mirë po ato tarme do të presim vetëm pa Allahut Azza wa Jall, se çdo gjë tash është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall të na bën prej atyre që madhrojmë Allahun me emra dhe cilësitë e tij të bukura. E lutim atë dhe ja udim kuptimin këtyre emrave prej tyre këtyre fjalë dhe këtij emri të bukur të Allahut Azza wa Jall, El-Qayyum, i cili është i pasur, i cili s'ka nevojë për askënd, gjithë kanë nevojë për të. E këtë na prodhon bindje të plot në Allahun Azza wa Jall, se ai është që na mjafton, se nuk kemi nevojë për askënd tjetër përveç tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, në shumë argumente Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë njoftuar për Allahun, për madhështinë e tij, ka treguar se çdo gjë është në dorë tina dhe ai është që e mban.
Mirë po dhe prej neve ka kërkuar që të mbojmë disa gjëra. E prej tyre ka kërkuar që të mbojmë fenë. Ka kërkuar të mbojmë drejtësinë. Ka kërkuar që në qoftë se dojmë me ekzistu si shoqëri, që përmbahemi urdhrimit të mirë dhe ndarimit nga e keqja. Të mbahemi fesë se Allahu Azza wa Jall kësaj këshille, këtë vasijet, Allahu Azza wa Jall ja u ka dhënë gjithë pejgamberëve, e sidomos 5 pejgamberëve të mëdhej, pejgamberit ton, Ibrahimit, Musës, Isës, Nuhit, thjesht i ka porositur gjithë pejgamberët. Mirë po në veçantë këta 5 pejgamberë që t'i përmbahemi fesë dhe mos të përçohemi në të. T'i përmbahemi fesë edhe duke falë namazin, edhe duke dhënë zekatin. Mirë po te praktikojmë edhe Kur'anin dhe Sunetin, jo vetëm në ato që është në raport njeriu me krijuesin e tij, po të ndërton raportet edhe me tjerë, me bashortën e me prind, me fëmijën e kojshijën, e me gjithë tjerë në bazë Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thjesht që të kem kushtetut jetës tonë Kur'anin, Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë që Allahu Azza wa Jalla ka zgjedhur për neve. Kjo është me e majtë fenë. Nuk është me e majtë fenë me parcializue, kjo na konvenon, kjo është për kohën, e kështu me radhë nga se feja duhet më majtë tërësisht. Ashtu si që e falim namazin për Allahun Azza wa Jalla, ashtu kërkojmë që mu gjiku vetëm të Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të Kur'anit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thjesht pra të reflekton mbajtja fesë tonë këtë botë në çdo sferë dhe pore të jetës. Ashtu siç kërkojmë të mbajmë fenë Allahut Azza wa Jalla, kërkohet të mbrojmë drejtësi, se thash Allahu Azza wa Jalla është i drejtë dhe me drejtësinë e tij vazhdon të jetë qielli dhe toka. Edhe thash me i kalon Allahu Azza wa Jalla me i të i kalua krijesat e tij kufit, do të ardhë edhe të shkatrimi i gjithësisë. Mirë po kërkojmë prej neve që të bëhemi drejt. Të bëhemi drejt në fillimisht në raporte me Allahun Azza wa Jalla. E më u bëj drejt në raport me Allahun Azza wa Jalla është vetëm atë me adhuru. Se bonet shkovë menja, mirë të lidhë zemra për dikën tjetër, dije që zullumin më të madhe ke bëkët, se se ke qu hakun më të madhe vend vetin. Aja është me adhuru Allahun Azza wa Jalla. Mirë po dhe jo vetëm ndaj Allahut me qenë i drejt, po njeriu me qenë i drejt edhe gjithë ndaj çdo krijese, edhe familjes vet, edhe fëmijëve të vet, edhe farrefisit vet. E kështu me radhë bile të jetë i drejt, ndoshta edhe nëse me kafsh ka punë, ndaj tyre të jetë i drejt. Mirë po të mbahemi një shtylle me të cilat vëllezër të nderuar me të qëndron shoqëritë. Aja është që të urdhrojmë të mirë dhe ndalojmë nga keqja. Që pavarësisht tendencave që njerëzit tek këqij bëhen shumë, që thjesht ata ta imponojnë narrativen se si shkojnë gjërat. Besimtari i cili është besimtar, edhe e din se çdo gjë është në dorën e Allahut Azza wa Jalla. Mirë po prej neve ka kërkuar që t'i marrim sebepet, atëherë me të vërtetë duhet me i marrë sebepet që kur të shohim të keqen me i thonë se ç'kjo është e keqe. Edhe thjesht kur shohim neglizhencë punë të mira, me i tregu se këtë duhet me vepru, se këtë e kemi obligim dhe e kemi farz ndaj Allahut Azza wa Jalla. Për ndryshe, përveç se kemi rrezikuar shoqërinë, e kemi rrezikuar edhe veten, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka informuar një hadith vërtet se shembulli i atij i cili urdhron të mirë dhe shembulli i atij i cili realisht i bën rrafsh njerëzve, edhe nuk e çon kokën se çka po bojnë, është si shembulli atyre dy persona apo një grupi të personat që janë hyrë në anije. Njëra pjesë apo një grup i tyre ka mbetë në pjesën e sipërme të anijes, e grupi tjetër ka zbritur poshtë. E ky grupi poshtë kur ka pas nevojë me marr ujë, dash me dal nalt me marr ujë. Mirë po me i shkun mendja në këtyre që janë poshtë një ditë, me thonë se pish qetësojmë ata që janë nalt, tu kalu pranë tyre me marr ujë. Bojnë një vrim që të poshtë marrëm ujë direkt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me reagu këta që janë nalt. E me ndalu këta që po dojnë me bë vrimin poshtë. Nuk kanë me fundos veten, po kanë me fundos kejtanijen, edhe ata që janë nalt, edhe ata që janë poshtë. E ky është shembulli i shoqërisë dhe të nderuar, nëse nuk urdhërojmë mirë dhe nuk ndalojmë nga keqja. Nëse i lojmë njerëz tek këqij me i marr frenat që me udhëheq punë tek këqija,
edhe me thinë punë të këqija, dini që nuk kanë me fundos veç vetën, mirë po kanë me në fundos edhe neve me gjithë ta, e lusim Allah në azëgjët që mos ndodhë të kjo punë, mirë po ne të bëmë sebeb që thjesht me ndalu njës të këqi, me i marë dhe më thonë vendimet, e lusim Allah në azëgjët që të na përmirësoj neve, dhe përmirësoj familjet tonë, na përmirësoj shoqërinë tonë, na përmirësoj në udhëhecat tonë, që thjesht të dëgjojmë për Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të dëgjojmë për këto udhëzime, të cilat me deto ka shpëtim këtë botë dhe në ahiret. Lusim Allahun azza wa jalla që të na fal neve, të fal prindrit tanë dhe të fal këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون